Duke kryer vrasje, morën pjesë dhe kontribuan në vrasjen e 42 civilëve të fshatit të Reçak, me që rast, në vorën e shtëpisë së Rashid Rashidit fillimisht e vran Banush Kamerin, të cilit pastaj edhe ja prej kokën. Kryetare trupit gjykos, të nderuar të pranishëm. Prokuria Speciale e Republikës Kosovës, Departamenti për hetimin e krimeve të luftës, 30/12/2025 ka ngritur akt akuzë me numër PPS NR 68/2021 kundër 21 të akuzuarve me të dhënat personale të cilat gjykata sapo i lexoi në periudhën kohore 1998-1999. Gjatë kohës së luftës në Kosovë, në fshatin Reçak, komuna e Shtimës, me dashje në bashkëkryrje individualisht dhe në përgjithësi komanduese, si pjesëtar të ushtrisë së Ish Jugosllavisë, Brigada 243 e mekanizuar e armatës së 3 të Korpusit të Prishtinës dhe pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të njohur si MUP, në të cilin bënin pjesë Njësia veçante e policisë e njohur si PJP, Njësia speciale antiterroriste e njohur si SAI, Njësitë e divizionit për siguri shtetërore të njohur si RDB, Njësitë e divizionit për siguri publike të njohura si RJB dhe Njësitë rezerve, të panderit se cili në cilësin e Obrat Stefanović, shef i administratës së MUP-it dhe ndihmës ministri i Republikës Serbisë, Radomir Marković, ndihmës ministri i Punëve të Brendshme, Divizioni Sigurisë së Shtetit e njohur si RDB. Krsman Jelić, komandanti i Brigadës 243 të mekanizuar të armatës së 3 të Korpusit të Prishtinës. Goran Radosavljević Melovkun Guri, ndihmës komandanti i shtabit të përgjithshëm për operacione speciale për Kosovë. Živko Trajković, komandanti i njësive speciale antiterroriste të njohura SAI. Bogoljub Janičević, kryeshefi sekretariatit për punë të brendshme në Ferizaj. Milan Lečić, komandanti i njësive të veçanta të policisë së Serbisë të njohura si PJP. Radomir Mitić, komandanti i stacionit policor në Ferizaj. Dragan Đorđević, komandant i stacionit policor në Shtime. Branko Mladenović, zëvendës komandant i stacionit policor në Shtime. Dragan Jashović, polic dhe inspektor i hetimit në stacionin policor në Ferizaj. Monqilo Shparavalo, polic dhe inspektor i hetimit në stacionin policor në Ferizaj. Darko Amanović, polic dhe inspektor i hetimit në stacionin policor në Ferizaj. Sërboljub Vujnović, polic dhe inspektor i hetimit në stacionin policor në Ferizaj. Božidar Marinković, polic dhe inspektor i hetimit në stacionin policor në Shtime. Zoran Stanojević, polic dhe inspektor i hetimit në stacionin policor në Shtime. Pjesëtar i PJP-ve. Goran Petković, pjesëtar i PJP-s. Dragoslav Nikolić, pjesëtar i PJP-s. Çedomir Aksić, pjesëtar rezerv i policisë së stacionit policor Shtime. Dhe Zvonimir Janičević, pjesëtar rezerv i stacionit policor në Shtime. Kanë shkelur rënd rregullat së drejtës ndërkombëtare, përkatësisht nenin 3 lidhur me nenin 147 të konventës së 4 të Gjenevës të datës 12 gusht 1949 dhe protokollet shtesë 1 dhe 2 të vitit 1977, duke kryer vrasje, trajtim njerëzor, shkatrim i pasurisë, dëbim masiv dhe spastrim etnik të popullsisë civile të nacionalitetit shqiptar të cilët nuk ishin të përfshirë në luftë, me datë 15 janar 1999, të panderit e lartësekur në cilësinë e pjesëtarëve të forca policore dhe ushtarake serbe, me dashje dhe në bashkëkryrje, morën pjesë dhe kontribuan në vrasjen e 42 civilëve të fshatit të Reçak, emrat e të cilëve gjenden në shtojcën 1 të kësaj aktakuze, ashtu që rreth orës 6 të mëngjesit e rrethuan fshatin Reçak, fillimisht e granatuan nga distanca prej disa vendeve të njohura si Pishat, Gështënjat, Qesta dhe Guri Shkum. Pastaj me automjete të blindura hynë në fshat dhe filluan të kontrollonin shtëpi për shtëpi, me që rast në vorën e shtëpisë së Rashid Rashidit fillimisht e vran Banush Kamerin, të cilit pastaj edhe ja prej kokën. Në vendin e quajtur Vrella i vrasin Hakim Metushi, Sabri Syla dhe Arif Metushi. Në afërsi të shtëpisë së Zuk Mustafës i vrasin Skender Halili, Hanum Shahe Mujota. Pastaj vazhdojnë në drejtim të lagjës Beqaj,
dhe derisa disa civil po largoheshin në drejtim të malit, u dul në prit policia serbe e cila pa paralajmërim shtën me armë zjarri në drejtim të tyre duke i vrarë. Me qashtë u vranë Halim Beqiri, Riza Beqiri dhe Zenel Beqiri, kurse mbetën të plagosur Aziz Beqiri, Zuhra Beqiri dhe Fetije Beqiri. Me pastaj në vazhdim të operacionit të tyre, policorë dhe ushtarak hynë në lagjen e Mini, e cila gjenden në pjesën perëndimore të fshatit, ku me armë zjarri në oborin e tij e plagosën në këmbë Ismet Eminin dhe vranë vllaun e tij Ajet Eminin që të dy civil. Me pas në vendin e quajtur Qeshma i vranë civilet Bajram Mehmeti, vajzën e tij Hanumshahe Mehmeti, ndërsa të plagosur mbeten Elhamin Mehmeti, Makfirete Hajrizi, Floria Hajrizi dhe Hasan Bilali. Në një pjesë tjetër të fshatit, nga largësia prej shtëpisë së Ragi Bajramit dhe shitores së Lutës, siç e quajnë fshatarët, gjuajtën me armë të kalibreve të ndryshme në drejtim të vendit ku ishin strehuar civilet, dhe në këtë moment e vrasin plakun Nazmi Imeri në mënyrë mizore, duke i thyer kafkën, siç përshkruhet në raportin autopsisë. Me pas një tjetër grup i forcave serbe shkua në shtëpinë e Sadik Osmanit dhe aty gjetën të strehuar rreth 70 banor civil të fshatit. Fillimisht i ndonë burrat nga gratë, pastaj burrat i torturuan në oborin e shtëpisë dhe pas marrjes së një urdhri me radiolidhje nga udhëheci i këtij operacioni, policore i marrin burrat, i nxjerrin nga obori një nga një dhe në kolon për një i nisin në drejtim të malit për te kodra Bebushit, kurse policia paraprakisht e kishte rrethuar rrugicën në të dy anët duke pritur ardhen e civilëve. Dhe në momentin që civilët arrin në këtë lokacion duke ecur në kolon, pa pritmas nga të dy anët e rrugicës fillojnë të shtëna me armë automatike nga të gjitha anët, pa ndërprerje për disa minuta, duke ekzekutuar 24 persona në mënyrë mizore. Nga ky operacion i forcat policore serbe u vranë mizorisht 42 civil të dy gjinive, të moshave të ndryshëm, të nacionalitetit shqiptar, të cilët nuk ishin të përfshirë në luftë. Pika 2. Torturë dhe trajtim shnjërzor ndaj popullsisë civile. Me datë 15 janar 1999, në fshatin Reçak, të panderit e lartësekur në cilësinë e pjesëtarëve të forcat policore dhe ushtarake serbe, me dashje dhe në bashkëkryrje morën pjesë dhe kontribuan në trajtimin shnjërzor të rreth 30 civilëve të fshatit të Reçak, emrat e të cilëve gjenden në aneksin 2 të kësaj aktakuze, ashtu që derisa po ekzekutonin një plan operacional të përshkruar në pikën 1 të këtij dispozitivi. Gjatë kontrollit shtëpi për shtëpi, vërejtën që në shtëpinë e Sadik Osmanit, në të paktën 2 vende, ishin strehuar rreth 70 banor civil shqiptar. Ashtu që në shtëpi ishin strehuar rreth 30 gra dhe fëmijë, ndërsa në vendin e quajtur Ahuri Bagetive ishin strehuar mbi 30 burra. Fillimisht forcat serbe nga largësia prej shtëpisë së Ragip Bajramit gjujtën me armë të kalibrave të ndryshëm në drejtim të vendit ku ishin strehuar civilët. Dhe në këtë moment e vrasin plakun Nazmi Imeri, me pastaj e rrethojnë shtëpinë e Sadikut dhe rreth 30-40 polic hynë në oborin e shtëpisë. Që të gjithë të armatosur, pastaj në nënkërcënimin e armëve i detyrojnë të gjithë burrat të dalin nga vetë strehimi dhe të vendosen në obor, ndërsa gratë dhe fëmijët i mbyllin me çelës në bodrum. Me pastaj, pasi kanë legjitimuar burrat, i kanë shtrirë për tokë dhe filluan t'i rrahojnë në mënyrë shnjërzore, duke përdorur për kondak të armëve, shelma, drum, zinxhir dhe gjësende tjera të forta. Pastaj të dëmturit e dëgjuan një komunikim në radiolidhjen e njërit prej policëve që ishte prezent, dhe pas këtij komunikimi, policia serbe i mori të dëmturit dhe vendosi në kolon dhe i detyroi që të shkojnë në drejtim të zonës malore të njohur me emrin Kodra Bebushit, me rast disa prej tyre i ekzekutoi në mënyrën siç është përshkruar në pikën 1 të këtij dispozitivi. Pika 3. Shkatërrimi i pasurisë së popullsisë civile. Andaj nderuar kryetare të këtij gjykose, ekziston dyshimi i bazuar mirë se në bashkëkryrje e kanë kryer veprën penale krimi i luftës kundër popullsisë civile, e sankcionuar me nenin 142, lidhur me nenin 22 dhe 30 të ligjit penal të ish Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, si ligj në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale,
aktualisht e paraparë dhe sankcionuar si krim kundër njerëzimit me nenin 143, lidhur me nenin 155 dhe nenin 31 të kodit 06L074 penal të Republikës së Kosovës. Ta thonë se të ndaj të padjorëve të lartëse kur zhvillon gjykimi në mungesë dhe nuk mund të kenë deklarim lidhur me fajtësi. Andaj gjykata konform nenit